اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وهو العلي العظيم ذو الجلال والجمال سبحان الله بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع من خلق الخلق فأحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد ولم يكن له كفوا أحد سبحان من يراني ويعرف مكاني ويسمع كلامي ويرزقني ولا ينساني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ونسأله التوبة والمغفرة والهداية والرحمة لنا إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم. الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي. Hamd ve senalar Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine, salat ve selam Peygamberi mekanda Allah'a secde edilen, rukuya gidilen, Allah'a dua edilen, Allah'ın evi olarak hem Kur'an'da hem Hazreti Peygamber Efendimiz'in hadislerinde belirlenen Cami-i Şerif'te, Mescid-i Şerif'te bir bayram sabahında biz yine buluşuyoruz. Gördüğümüz gibi nasip etmiyor. Veya herkes bu imkanın güzelliğinin farkında olmadan bu güzel mekanı
اغفرني الله يا مولا لا إله إلا الله اغفرني الله يا مولا لا إله إلا الله Dasha Allahun për me pa zikër ban kiq panda La ilahe illallah اغفرني الله يا مولا لا إله إلا الله Hakküne Allah yufret tevhid Duayetüne Allah yuflet tevhid Emrin Allah cuha yufret Emrin Allah cuha yufret Rrugën e drejtë Allah shkojnë tu e gjetë Rrugën e drejtë Allah shkojnë tu e gjetë Uroja Allah Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu me Ibrahim, mere tha Ismail dhe për Kurban. Ata ishin të gatshëm të sakrifikonin gjithçka nga vetvetja e tyre. Ata ishin të gatshëm të sakrifikonin gjithçka nga Kur Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu i sprovoi Habilin dhe Kabilin pra e ka një kurban, e kanë keq kuptuar pra prerjen e kurbanit. Për shembull, ka pasur njerëz të cilët i kanë prerë në kohën e Ademit alayhi salatu wassalam, i kanë prerë edhe fëmijët e tyre për kurban. Për shkak se kanë menduar se Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu me këtë ajet kuranor i urdhëron njerëzit që ata t'i prisnin fëmijët e tyre për kurban. Po ashtu, prej të Ademi alayhi salatu wassalam ka arrit në Mekke. Ka parë njerëz të cilët prenin kurbanat të tyre dhe kur pejgamberi alayhi salatu wassalam e parë këtë rast, ai u detirua që ta shpalos besimin e vërtet në Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu. Vërtet, ata me njëherë e kundërshtuan pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe mu në këtë moment Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu ja shpalli pejgamberit alayhi salatu wassalam ajetin kuranor ku thot A'udhu billahi bismillah lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Të dashur vëllezër, përsëri prej te Ibrahimi alayhi salatu wassalam deri te pejgamberi alayhi salatu wassalam neve e kuptuam keq kuptimin e kurbanit. Po ashtu prej pejgamberit alayhi të cilët i kemi në haç. Sot ata të cilët shkelin me këmbët e tyre, atë që kanë shkel me qindra e të vinë dhe të krynë haq. Miliona besimtar nga 4 anët e botës gjindet për këtë. Por ne që jemi këto me mira kilometra largë pro vendeve të shenjta, tokave të shenjta, largë qabës së bekuar, edhe ne jemi përgjigjur thirrjes së Allahut. Nga sa Allahu na tha, "Fesalli li
Zotit, i cili kërkon nga besimtari, i cili kërkon nga mu'mini, kërkon nga muslimani që ai të falet. Dhe nuk mund të ketë musliman, nuk mund të parati, është shtylla bazë, të dhe pjesa një ka shtyllat kryesore, për Muhammed urrëndua gjithë objekti. Është shtylla e dinit, besimit të besimtarit. Men hedenaha, ai që e Zoti të botëve, ashtu siç janë përgjigjur haxhit 4 anët të botës si vjen kartë dhe thërë kurban. Me faljen e namazit të kurbanit, ne me tekbira Allahu Ekber, Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber, ne i përgjigjemi në Zotit. Përmes kurbanit besimtarit të nështrohet urdhrit të Zotit. Përmes kurbanit besimtarit nuk e bën hesab hiç sa kushton kurbani. Ai i përgjigjet besimtari. Ne ringjallim historinë e bijve të Ademit. Ringjallim historinë e pejgamberit të madh, babait të pejgamberëve, Ebul Enbiyas. Dashurin Allahu që Allahu ti pejgamberi ka veçuar dhe i quajti të dashurit e tij, që është Ibrahim Khalilullah. Pra ringjallin historinë, ndodhin, sprovën. Për të hapi në qabës, si kur keni shfiru njëro, për sajnë me sapat dhe verbës, si kur kemi shfiru ju 73. E ta Muhamedi alayhi salatu wa sallam nosur në apër ju kohare kështu ka qenë, të plunosur edhe robët e mi, të lovër, duke shpresu rahmetin tim, duke shpresu mëshirën time, duke shpresu që unë t'i falit gjunat të cilët i kanë bërë. Thot, prit madhit Allah, keni shpërbim, aq buraleca sa hudh në ju, thot Muhamedi alayhi salatu wa sallam se për çdo buralec Allahu xhaleshanuhu wa falen të një gjunat ma. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, për një buralec të cilën ne e hudhim kur jemi me atë vend të shenjtë, Allahu xhaleshanuhu ne fal një gjunat ma. Nuk ne fal ka një gjunat vogël, po prej rahmetit ma Allahu xhaleshanuhu të cilën e ka për robën e vet. Por çdo burales të Muhamedi alayhi salatu wasalam, Allahu xhaleshanuhu robën e të vet, u falën nga një gjunah të madh. E thot Muhamedi alayhi salatu wasalam vazhdon duke përmend për çdo veprim çfarë shpërblimi ka, thot e se ka shpërblime të mëdha. E thot Muhamedi alayhi salatu wasalam për ruajtjen e kokës, për çdo fije kime të cilën bie nga koka e njeriu, Allahu xhaleshanuhu nga falë robët e vet një gjunah. Dhe përmendje edhe të premja e kurbanit, po dhe qafon shko konsultoni me profesionistin më të mirë, përsëri nuk do të mund të qeqëlloje. E sa të që të thush, theni herë ti, herë tre, e të Allahu xhaleshanuhu, sa të që të mendojmë se kemi shpërblime për të madhe të Allah, shpërblime të ashtë të gjemat, kur i ndëgjim gjitha të shpërblime të cilët i paska ki realizim i këti obligimit të cilën ne nga e caktoi Allahu xhaleshanuhu, ne mund të regojmë edhe 2 dese, edhe 3 dese, mund shkrujmë edhe libra. Thot mos u mashtroni me atë pasuri, 2 herë do e paguani, shtrenjtë. E keni nervozuar Allahun xhaleshanuhu dhe pejgamberin, dhe ajo pasuri nuk është e bereqetë. Bile, e shihni çka thot, nëse dikujt i falja këtë, nuk foli për sistemin bankar. Dhe e fundit është një ftesë se si duhet të sillemi me gratë tona. Unë vetë e lënë dispozicionin tuaj. Si falet namazi i Bajramit, lëkurat të dyshojnë, edhe normal, si zakonisht një mesazhuri. Vëllezër të nderuar,
më maj dhe duhet kthyer ka kibla, lidhen të gjitha këmbët ose vetëm 3 këmbë, thikat e jetë e mprehtë, të pritën dyenët kryesore të kurbanit, kapsherin dhe larimu shpejt, para prerjes duhet ta cek se për këtë e pret kurbanin, duhet ta cek. Mishi nuk guzon të shitet, mishi ndahet në 3 pjesë, 1 të varfërve, 2 farefisit, fqinjeve, kuptohet fqinjeve që i kemi edhe komshive, edhe e treta për vete. Unë kam një vrejtje si zakonisht. Therish kurban për t'ju afruar Allahu Xheneshanu dhe t'i hudish mbeturinat në për këta koshat e mbeturinave është krim. T'i hudish në lumë është krim. Hap një përballë elektrodistribucionit, lëkurat dëshkojnë, se s'ka kush i grumbullon tjetër. Normal, namazi i Bajramit, për shkak se falet 2 herë në vjet, e dini, fillimisht bëhet, merret tekbiri fillestar, lexohet subhanek Allahumme, pastaj merren 3 tekbire. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, lidhemi, lexohet elhami një sure, shkohet ruku sejdë, shohemi lart, lexohet elhami një sure, 3 dhe kështu përfundon namazin. Si zakonisht, ju jeni ata të cilët i mirëmbani shtëpitë e Allahut Xheneshanu. Kjo është pjesa më e rëndë që unë e them. Por, të jeni për xhami, le të konsiderohet një sadaka xharie e rrjedhshme. Kemi ca dua, do i bëjmë duat edhe përfundojmë të rrjedhemi në namaz. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. O Allah, mëshiruesi i pakufishëm në këtë ditë të bekuar të Kurban Bajramit, vim para teje me zemrat për heshtjet që fshehen të vërtetën, për dashuritë që i kërkuam larg teje dhe për frigrat që na bën të ndaj. Por kemi ardhur me shpresë të madhe, sepse e dim se dera jote nuk mbyllet për atë që pendohet. Nga çdo errësirë që na largon prej teje, mbushi me dashuri të pastër, me qetësi që nuk prishet nga kjo botë, dhe me dritën që ja afron njerëzit e jo i ndaj. Na bëj njerëz që falin, sepse ti e do falin. Na bëj njerëz që duan, sepse dashuria është gjurma. O Zot i dashur, shëro çdo të smur. O Allah, prano të gjitha hatmet, jasinat, kelimi teuhidat, tesbihatet, kurbanet, lëmoshat dhe buzëqeshjet e njerëzve të mirë. O fun, na jep dashuri që nuk prishet nga egoja, miqësi që nuk prishet nga interesi, dhe familje që gjejnë paqe tek njëri tjetri. Mos na largon nga mëshira jote. Dhe kur të vi dita të largohemi nga kjo botë, na bëj prej atyre që largohen me zemër të qetë, me buzë që të përmendin ty dhe me shpirt që gjejnë paqen e takim me ty. Pranoj lutjet tona o mëshirues murselin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha. Egzofshi Bajramin.
Oni meravit se dobe, bro. Aja Allah i sadakim, suki i ruti kjo. Meravit se dobe, bro. Aja Allah i sadakim, suki i ruti kjo. Ne suki se dobe, bro. Allah i meravit se dobe. Allah i sadaka o djani. I meravit se dobe, bro. Aja Allah i sadakim, o djani. Allah i se dobe, bro. Allah i sadaka, bro. Meravit se dobe, bro. Allah znizuti sadaka ya Rabbi. Buni meramit se bobe bro. Allah i sadafin inshallah. Kalbeci de olsa sağ ol. Sen organize hava, sen